Në Elbasan jemi këtu për një tjetër takim, këtë herë për një takim pune të organizuar nga Ministria e Bujqësisë me disa nga protagonistët kryesor të fermës shqiptare për të folur për planin e veprimit dhe për domosdoshmërinë e ndërveprimit mes nesh në mënyrë që bujqësia shqiptare të përballojë sfidën e tregut evropian në kontekstin e Shqipërisë antare Bashkimit Evropian. Dhe dua që të flas shumë hapur me ju, duke ju thënë që kjo sfidë ka dy anë. Ka anën e saj të errët, nëse mund ta quaj kështu, dhe anën e saj të ndritur. Ana e saj e errët është ajo që pret çdo kënd për jush që nuk është i përgatitur për atë ditë. Sepse negociatat me Bashkimin Evropian dhe marrëveshja e anëtarësimit nuk janë fjalë dhe as procese thjesht të lidhura me çfarë ne shkruajmë në letër, por janë kontratë shtetërore shumë komplekse, ku çdo faktor shtetëror dhe çdo faktor shoqëror duhet i përgjigjet kontratës. Dhe kontrata për bujqësinë është, ose pjesa e kontratës që lidhet me bujqësinë është më e vështira, siç ka treguar në eksperienca e vendeve të tjera, ashtu sikundër është dhe më e mirëpritura për ata që janë të përgatitur për të përballur me kushtet, për të përballur me standardet, për të përballur me kontrollet që burojnë nga cilësia shumë e lartë e sigurisë dhe e produkteve kur vjen puna për të qenë lojtar në tregun e Bashkuar Evropian. Por unë besoj shumë tek ju dhe besoj shumë tek gjithë ata që në kushtet absolutisht të pakrahasueshme me sot, një dekadë më parë, ishin aty tek toka edhe përballeshin me një sfidë mbijetese të jashtëzakonshme. Kush e ka kaluar atë sfidë, kam shumë besim se do të kaloj dhe këtë sfidë. Janë të natyre ndryshme, por në thelb kanë të bëjnë me vullnetin për të bërë sukses. Sepse aso kohë bujqësia shqiptare ishte një sektor i braktisur totalisht. Një dekadë pak më parë. Numri i fermerëve që merrnin një mbështetje simbolike nga shteti ishte 5.600. Sot është 67.500. Dhe nuk bëhet fjalë për mbështetje simbolike, bëhet fjalë për një mbështetje që peshon në portofolin e fermës.